nderuar me mbrëma dhe mirë se takojmë këtu në televizionin të shtatë në emisionin Euro në shtatë. Sonte do të flasim për hulumtimet e fundit të cilat i ka realizuar Instituti GAP, për të cilave komunat krenohen me to soher që dalin mirë normalisht, edhe qeveria krenohet kur del mirë, kur s'del mirë ka njëherë mundohen mi u shmang, megjithatë mënyra e publikimit të këtyre dhe hartimit të këtyre hulumtimeve është shumë profesionale dhe nuk ka mujt as edhe njëherë sot të kontestohen nga askush. I fundit ka qenë për numrin e mësimdhënësve, cilët Instituti GAP ka titulluar numrin e mësimdhënësve në komuna Nevojë apo Tepric. Në bazë të këtij hulumtimi i cili është realizuar, ka dalë që mbi 3000 mësimdhënës janë bë barre e re e komunave, për shkak se qeveria i ka hekur nga grantet e veta për arsim, për shkak të rënies së numrit të nxënësve nëpër shkolla. Jemi dëshmitar të gjithë që nëpër fshatra, sidomos nëpër fshatra, ka rënë aq shumë numri i nxënësve se ka edhe klasë që kanë 3-4 vetë, 5 veta në shkollë, ndërkohë numri i mësimdhënësve ka mbetur i njëjtë. Por çfarë realisht do të ndodhë me këtë numër të pris, me thonë kështu, nëse vesh guxoj me quajt ashtu të mësimdhënësve, dhe për shumë hulumtime të tjera të cilat kanë bëjnë kryesisht me komuna, do të flasim me të ftuarin tim sonë në studio, zotin Bekim Saliu. Mirëmëngjes edhe Bek. Mirë se u gjaj, faleminderit për ftesën. Unë e nisa kështu se e kam pas një rast Bek para një mujve të ministres Artani Rizvanolli, kur në një moment ukrenoj dhe folke për të hulumtimin e juj, në një rast tjetër nuk do kemi i besu se është qashtu. Në rast po besoj që i keni pa dhe që kjo me folë për profesionalizmin e Institutit GAP, se e thashë edhe në hyrje që nuk ka rritë mu kontestu asë një prej hulumtimeve cilat i keni pa. Numri i hulumtimeve që i bën Instituti GAP dhe natyra atyne është këgjë e madhe. Në më thonë, përveç në qeverisin lokale, kemi rreth 20 publikime në vetë cilat i takojnë natyres analizave, por kemi nashtë edhe mirat dhona tjera, infografika, premtime, kështu me radhë, të cilat i përdytsojmë dhe i publikojmë. Dhe ju me drejt thatë që, dhe më thonë, në pothuajse në asnjë rast, nuk ka pasur ndonjë subjekt, individ, që ka arritur t'i kontestoj dhonat e paraqitura nga Instituti GAP. Qka natyrisht neve na bën muni mirë, por shkak që lënë me kuptu që aspekti metodik e teknik i hulumtimit është i sakt, dhe natyrisht, du më thonë, pozicionimi ju në karshiktu në dhonave është neutral, dhe për rrëlloj natyrisht që kuptohet, vlerësohet fakti që kemi një institut si që është këtë rast GAP-i, që në vazhdimsi bën monitorime, vlerësime të politika publike bazuar në të venda. Po edhe në përfushata i përdorin, do me thonë kur dojnë sidomos në zgjedhjet lokale. Produkti ma voluminoz, cilin e ka prodhu shoqëria civile në këto dekadën e fundit është monitorimi premtimeve elektorale. Absolutisht. Po thëmë shoqëria civile në këtë rast Instituti GAP si pjesë e saj, për shkak që natyrisht është një ndërmarrje shumë voluminoze dhe shumë komplekse. Kemi rreth 2000 premtime të cilat i monitorojmë dhe i përdytsojmë, dhe ato nuk janë 2000 premtime, ato janë 2000 projekte, janë 2000 fusha, janë 2000 do më thonë aspekte tjera buxhetore e procedurale të cilat ndërlidhen këtë mes, dhe kur e merr parasysh që krejt ky kompleksitet por cilët me kaq saksi nga ana e Institutit GAP, natyrisht që të bën muni mirë. Nuk them që, do më thonë, nuk mund të ketë ndonjë gabim, ndonjë lëshim. Natyrisht është krejt e kuptueshme dhe natyrshme dhe madje e parashikueshme edhe me metodat të shkencore. Lejohet një margjin e gabimit në hulumtimet e tilla ose në vlerësimet e tilla, por e rëndësishme është që deri sot nuk kemi marrë anë, nuk kemi pozicionu politikisht as në këtë anë as në anën tjetër, kemi folur vetëm bazuar në argumente dhe bazuar në dhëna. Dhe me të drejtë ju e cekët që, do më thonë, në asnjë rast nuk kemi pasur ndonjë paraqitje publike ku dikush ka arritur t'i kontestoj ose t'i mohoj të dhënat e paraqitura nga ana e Institutit GAP. Tek pjesa e arsimit, që e ngritet ju me të drejtë, ky është hulumtimi i fundit që kemi bërë tek pjesa e qeverisjes lokale. Ne kemi vërejtur që komunat po ngarkohen
në vazhdimsi me disa politika të cilat pastaj po e cungojnë ose po e kufizojnë potencialin e komunave për të qenë për të pasur më shumë investime, për të pasur më shumë zhvillim. E në këtë mes, vendimi i fundit është që, domethënë, nga ky vit, qeveria e Kosovës ka filluar që ta ndjek formulën strikte tek granti i arsimit, pra do të financoj numrin e mësimdhënësve nëpër komuna vetëm bazuar në numrin e nxënësve dhe jo më në listën e pagave që ka paraqitur komuna. Deri në vitin 2026, çka ka ndodhur te granti i arsimit është që Ministria e Financave ka marrë të mirëqenë listën e pagave që ka paraqitur komuna, ndërkaq nga viti 2006 e tutje, Ministria e Arsimit, përkatësisht Ministria e Financave, nuk e merr më të mirëqenë listën e pagave, por e bën një lloj, si thuash, portposhmërie mes numrit të nxënësve dhe numrit të mësimdhënësve. Para se me nditoj, Bek, a është kjo rregulluar kjo çështje me ligj? Ligjërisht është e rregulluar që komuna, Ministria e Financave nuk e merr më si të mirëqenë numrin listën e pagave të cilat ja u përcjellin komunat, po e merr bazë të asojna që vetë metodologjinë e vet e ka bërë. Nga viti 2013 kjo është rregulluar. Me udhëzimin administrativ 22 thyje për 2013, ku është paraportë se numri i nxënësve në përputhje me numrin e mësimdhënësve. Përkatësisht është thonë në udhëzimin administrativ që një mësimdhënës duhet të mbulojë 21 nxënës. Në komunat e mëdha, në komunat e vogla 17, pastaj ka dallime me zonave rurale dhe urbane, janë çështje teknike të cilat I rregullon udhëzimi administrativ dhe nisur nga kjo formulë e vitit 2013 është bërë vlerësimi në vitin 2026 dhe ka dalur që komunat aktualisht mbajnë në punë 3101 mësimdhënës më shumë se sa që janë nevojat reale. Për shkak që keni parasysh, Kosova është përcjellur nga viti 2010 në veçanti e tutje me një rënje drastike të numrit të nxënësve. Aktualisht, nga viti 2010 dhe në vitin 2026, numri I nxënësve në nivel vendi ka rarë për 160.000. Vetëm nga viti 2021 dhe në vitin 2025, numri I nxënësve ka rarë për 30.000. Dhe rënja e numrit të nxënësve nuk është përcjellur në asnjë rast nga komunat me rënien e numrit të mësimdhënësve. Madje holumtimi evidenton që ka raste kur është rritur numri I mësimdhënësve ose jo domosdoshmërisht numri I mësimdhënësve, por numri I stafit, sepse pjesë e stafit shkollave natyrisht që bëjnë pjesë edhe mirëmbajtësit, drejtorët, sekretarët, koordinatorët të cilësisë kështu me radhë, dhe mësimdhënësit janë kategori e veçantë e kësaj. Dhe ne kemi evidentuar që ka komuna ku është rritur numri I stafit në përshkolla. Juve ju kujtohet në rast në Kamenic me qendrën Kastratin, I cili ka tentuar të mbyllë 3 shkolla dhe është pa të bërë çështje si thuash mediatike, mos të në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese në atë kohë e pa të brymosur që çështja e rregullimit të shkollave, përkatësisht e hapjes dhe mbylljes së tyre, është kompetencë ekskluzivisht e qeverisë lokale, pra nuk I takon nivelit nacional. E përrjelloj natyrisht edhe analiza jonë jep rekomandime që komunat duhet të futen patjetër në fazën e ristrukturimit të sistemit arsimor, me qëllim që edhe të kursehet buxheti, por të njëjtën kohë edhe të kemi një sistem arsimor I cili performon më mirë. Tek rasti I gjykatës kushtetuese, cilët ju e përmendet me të drejtë, përpjekja e qeverisë ka qenë që këtë drejtë të bartë tek niveli nacional. Arbria Nagavci është ministre e arsimit, është paraqitur para gjykatës kushtetuese në atë kohë dhe ka thënë që ne po e respektojmë parimin e subsidiaritetit përkatësisht shërbime sa më afër qytetarëve. Dhe gjykata kushtetuese në fund ka thonë jo, nuk blem parimi I subsidiaritetit, por blem parimi I efikasitetit, përkatësisht shërbime sa më mirë ndaj qytetarëve. Tek fusha e shëndetësisë ka thonë gjykata kushtetuese blem parimi I subsidiaritetit, përkatësisht shërbime duhet të jenë sa më afër qytetarëve, për shkak të emergjencave natyre specifike që ka shëndetësia, mirë po tek fusha arsimit nuk blem sa më afër qytetarëve, por sa më mirë në raport me qytetarët. Kjo vjen Bek për shembull kur paraqitja e ish-ministres Nagavci në gjykatën kushtetuese, atëherë edhe sot çka ka ndodhur janë dy botat kundërta. Sepse nëse atëherë ke insistu edhe përshije që ka qenë politikisht për shkak se qëndronin pa të largu prej lëvizjes dhe vendosje me mbroj diçka, ndërsa sot e kanë nxjerrë një vendim që ekziston për 2013-s dhe I ka rënë mend sot me bërë në këtë vit në kundërtën e asajna që vet ka insistu. Pajtona, domethënë pyetja juaj është edhe një lloj shpjegimi, pajtona që domethënë kështu ka ndodhur.
Në fakt, në atë kohë, domethënë Ministria e Arsimit e kundërshtonte vendimin e Qendrën Kastratit, pikërisht mbi bazën që nuk do duhet të mbylleshin shkollat. Ndërkaq tani e ka marrë një vendim te granti i arsimit ku në farë mënyre i udhëzon komunat që t'i mbyllin shkollat. Sepse në të kundërtën komunat obligohen që ta mbajnë, komunat janë para dy opcioneve në këtë rast. Opcioni i parë është që t'i largojnë mësimdhënësit automatikisht nga puna, përkatësisht ja ndërprejnë kontratat, dhe opcioni i dytë është që t'i vazhdojnë këto kontrata, por që t'i financojnë nga burime tjera alternative financiare. Në këtë rast nga granti i përgjithshëm, sepse komunat dy mundësi kanë, ose ta shfrytëzojnë grantin e përgjithshëm ose t'hyjat detanake, për t'i mbuluar këtë kategori të mësimdhënësve, ose t'i largojnë nga puna. Dhe çka kanë bërë komunat... Ose t'i mbyllin shkollat në fshatra. Akoma nuk ka nisur procesi i ristrukturimit, por unë gjykoj që është e pashmangshme një proces i tillë. Pra është i pashmangshëm një proces i tillë. Komunat sa më herët që bëjnë një hap të tillë, do të jetë më mirë për to. Amo pse bëjmë prit 13 vjet, një udhëzim administrativ për 2013-s, thatë 160.000 nxënës janë më pak prej cilit vit se... Pej viti 2010 tutje. Pej 2010 tutje. 30.000 janë më pak prej 2021-2025. Me thonë, pse duhet me prit 13 vjet për me marrë vendim, ose që pelojmë 13 vjet, pelojmë 2019-2026, kur lëvizjeve të vendosja është në pushtet. Me thonë, diçka tjetër flasin, diçka tjetër veprojnë. Kjo i bjen që duhet më mbyll shkollat në përfshatra. E thash, është evident ajo, se nuk mujmë na me thonë të shi, jo valla është në rregull, sepse kemi na në përfshatra ku ka 10 nxënësa kitë shkolla. Edhe është një mend është ngarkesë financiare, qoftë për komunat, qoftë për qeveritë. Megjithatë kur nuk është pranuar një fakt që ka rënë numri i nxënësave, ka rënë numri i qytetarëve që jetojnë qoftë në fshatra, apo qoftë edhe se kanë emigru jashtë vendit. Kjo tani i bjen një konfirmim total i gjitha asajna që kemi folë më herët, që kema pak nxënësa, kema pak njerëz në Kosovë që po migrojnë, tani ato kushtet, arsyet mund të jenë të ndryshme, cilësia e jetesës, shkollimi, gjitha ato megjithatë janë më pak. Kjo e konfirmon që na në Kosova po ka më pak nxënësa, rrjedhimisht ka më pak njerëz që po jetojnë në Kosovë. Dhe kjo e konfirmon diçka që duhet më mbyll shkollat në përfshatra. A ç'do? Jo domosdoshmërisht vetëm në përfshatra, mund duhet të preken edhe qytetet. Ma shumë ka bëjtë fshatra. Ma shumë preken në lokalitetet rurale. Pajtona që ma shumë preken në lokalitetet rurale, dhe në fakt sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, territori i Kosovës 60% mbulohet nga zonat rurale. Çka lën me kuptuar që natyrisht që ma shumë të preken në zonat rurale. Komuna e Prishtinës ka ndërmarrë një veprim të tillë në vitin 2023, ka mbyllur një shkollë në Prapashticë dhe një shkollë në Koleq, dhe nxënësat e asoj shkolli ka bartur me transport organizuar për në Prishtinë. Ky ka qenë vendim i pranuar nga komuniteti në këto dy lokalitete. Mirë po, duhet ta themi edhe një gjë që komunat po ndërmarrin disa veprime në disa raste pa konsultim dhe informim të duhur tek komunitetit. Dhe pastaj komuniteti po goditet nga vendimet e shpejta të kësaj natyre, dhe pastaj vendimet e komuna po bëhen të paqëndrueshme. Komuna do duhet të futen këtij procesi me një konsultim gjithëpërfshirës, serioz, me një informim natyrisht të hapur, dhe ku duhet shpjeguar arsyet, jo vetëm buxhetore, por dhe arsyet arsimore, të cilësisë, dhe të socializimit, dhe të socializimit. Natyrisht. Ka raste kur edhe ne si institut e kemi evidentuar që në shkollat caktuara më shumë ka personel se nxënës. Pra tani mund ta llogarisni sa është barra buxhetore për komunën, sepse komuna nuk do duhet të mbulonte vetëm pagat. Duhet ta mbulojnë nxemjen, shpenzimet domethënë operative, të cilat janë administrative kështu me radhë, të higjienës kështu me radhë, domethënë janë çështje të mëdha të cilat obligohet të bëj komuna në fund të ditës për 4-5 nxënës e për 20 mësimdhënës që janë pjesë e një shkolle, dhe natyrisht që ristrukturimi, reformimi në këtë pikë është përveç se i domosdoshëm unë konsideroj edhe i pashmangshëm. Kjo bekim me një rast nëse flasim bazë numrit që ka dalë, tash e shohim edhe tabelën me 3101 mësimdhënës janë më shumë. Ma shumë në këtë shkollat e Kosovës, rrjedhimisht i bjen që... Ky numër do të rritet për vitin e ardhshëm. Për 262 mësimdhënës tjerë. Do të thonë 3362 mësimdhënës për vit si vjet dhe vitin e ardhshëm, që i bjen që ta njerëz mundën me met pa punë. Që i bjen që na shkaktojmë raste të reja sociale. Sepse
Ndonë se në shumicën në rasteve kanë qatë punë, edhe nuk kryin asnjë punë tjetër. Krijohen raste të reja sociale. Tani mi majtë komuna, do të mi planifiku buxhetin. Për si vjetër nuk është e pamundshme me ndodhë mi planifiku, sepse buxheti u planifiku ma herët. Që vjen këta njerëz mundën me shkum punë edhe mos me marr parë hiç. Se nuk i qet tash këtu janë edhe një diçka tjetër kur cilët arsimtar mi hek. I ke ngrit disa çështje me interes dhe shumë dobishme edhe për diskutimin, por edhe për opinionin. E para, domethënë, ne nuk kemi propozuar ose rekomanduar që të shkohet në opcionin largimin nga puna. Ne kemi sugjeruar që qeveria e Kosovës, në bashkëpunim me komunat, mund të hartoj një skemë të pensionimit parakohshëm. Juve i kujtohet pensionimi parakohshëm në Post Telekomin e Kosovës. Pra, domethënë, ka dhënë efektet e veta. Dhe mund të ndiqet një model i tillë, që të shkohet në pensionim parakohshëm. Pra që vetëm simëllënc të paraqiten të zonë për shembull, të shkon në pension në moshën 55 vjeçare, dhe jo domosdoshmërisht vetëm në moshën 65 vjeçare. Po që vjen mi ul vetit hyrat për 70%. Në plot raste. Po rreziku është që të mbetet edhe pa 70%. Do me prit 10 vjet tjera derisa të nisë. Rreziku është që të mbetet pa 70%. Prandaj me kusht që të mos mbetet, domethënë, edhe pa atë, të shkohet në një formulë, në një formë të pensionimit parakohshëm. Kjo është unë konsideroj modeli më i duhur që mund të ndiqet në këtë rast. Një gjë tjetër që duhet kihet parasysh është fakti që komunat ose shumë komuna janë të përballë me mungesë kuadrësh në shkolla. Kanë mungesë të fizicianëve, të biologëve, të matematicianëve, të disa kuadrove të tjerë, të gjeografëve. E kështu me radhë. Pra, të njëjtën kohë komunat, përkasi shkollat e Kosovës po përballen me mungesë kuadrësh, dhe të njëjtën kohë po del që i kanë 3100 simëllënës më shumë. Çka lën me kuptu kjo? Ka lën me kuptu që përveç se është organizimi i dobët, përveç se kemi domethënë prezencë të madhe të simëllënësve, ata janë edhe të padobishëm. Pra, përveç se të panevojshëm janë edhe të padobishëm, sepse komunat nuk po mund të shfrytëzojnë të njëjtat resurse në kuadrat përkatësisht fushat ose lëndë ku po paraqitet nevoja. Shumë komunat Kosovës e kanë dhënë alarmin që në vitet e ardhshme mund të mbyllen lëndë caktuar, fusha të caktuar për shkak të mungesës kuadrove. Veç mas është e prekune biologjia, matematika, fizika, kimia dhe disa lëndë të kësaj natyre. Unë jam rrit në fshat Bekë dhe di në shkollën fillore kur një arsimtar kish mungesë të arsimtarëve dhe një na jep edhe muzikë, edhe art figurativ, edhe fizik, edhe s'pedi gjithçka kështu. Po tani jemi në një kohë tjetër, domethënë kur aty kemi qenë në okupim edhe mundësitë për me bën ndryshime ose për me kriju kuadro kanë qenë shumë vogla. Sakt. Ndërkohë tash planifikimi është gjithçka. Se planifikojmë keq, kam na dal keq. Tani unë kam pas që te komunat kam pas një farë ja nisin me bëni farë parafushate për veten, se njerëzit ose do të mi majt, ose do të mi largu, qysh mi largu për punës, dhe politikisht dëmtohen që gjithë më së nej. Sakt. Në vend se mi shti njerëz punë të pianist njerëz mi largu. A ma jap një tabel tjetër të objekt, lutem. Ato me numra sa kenë se cilën komunë. Tani dolem të kje. Mirë po... Pak më herët një. Komunat po përballen me një problem... A që kjo e këtyne që do të mi largu bek? Po, do më thonë, shqyqani, shikuar si pas komunave, për shembull Gjilani del që i ka 310 mësimdhënës më shumë. 310 më shumë? Po, Kamenica i ka 299, Gjakova i ka 290, Podujeva i ka 250, Vitia i ka 206, Peja i ka 139, Malisheva 138, Skendraj 169, Rahoveci 186, Deçani 144, Dragashi 115, Klina 104 dhe komuna e Shtimës dhe Mitrovicës së Jugut nga 88 mësimdhënës më shumë. A ki Vushtrin që atë si bashkë? Vushtria është në pjesën e poshtme, do më thoni ka vetëm 28 mësimdhënës më shumë. Pa. Vushtria i ka vetëm 28 mësimdhënës më shumë, aktualisht. Vetëm komunat cilat kanë dalë që nuk kanë mësimdhënës më shumë është Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi dhe Ferizaj. Këto komuna kanë dalë që nuk kanë mësimdhënës më shumë. Nuk kanë. Prishtina, Obiliqi, Fushë Kosova dhe Ferizaj. Madje te Fushë Kosova, Ministria e Arsimit ka aprovu, domethënë formulë që e lejon
përkatësisht e mundson rritjen e numrit të mësimdhënësve për shkak të rritjes së numrit të madh të popullatës dhe të nxënësve. Shikoni çka ka ndodhur në teren. Te Prishtina është numri e njëjtë. Nuk ka nevojë të lëvizjeve brenda Kosovës. Saktë. Te Prishtina, te Obiliqi, Ferizaj dhe fush Kosova ka dalë që nuk ka. Te Ferizaj vin prej Shtimës edhe vin prej Kaçanikut njerëz me YouTube, sikur që vin pikë kësaj pjesës Prishtinë. E nga Maqedonia vin disa nxënës tek Honi Elezit. Honi Elezit. Domethënë, për atë arsye konfiguracioni teknik në teren është i ndryshëm. Ta zonë për shembull ne kemi shkollë në Lip të Leposavicit, shkollë shqipe që i ka 4 nxënës. Po ti nuk mosh me mbyll sepse ato është një komunitet i cili rrezikohet nëse domethënë ja mbyllën edhe shkollën. Edhe shkolla. Prandaj këto çështjet teknike të konfiguracionit edhe etnike politik në Kosovë duhet merren parasysh gjatë fazës së ristrukturimit, mirë po këto janë përjashtime. A mund me ditë për shembull e përmendë Gjilani si koka kampion? Po, 310 mësimdhënës. 310 mësimdhënës. Kur a është shtuki numër në kohë caktuar apo është gjatë kjo? Spoku nga 2017 tutje po. Domethënë nga 2017 tutje është ky numër e madh i mësimdhënësve domethënë tek rasti i Gjilanit. Mirë po është pikërisht Gjilani e cila ka dërguar kërkesë përkatësisht paralajmërim që në pjesën ndërmuese të lëndëve që i përmenda paraprakisht ka mungesë kuadrësh. Pra Gjilani kur nuk i ka faj bek se ti e ke marrë ty tu ka desh një arsimtari fizikës, ti ke marrë një muzikës. Mund të shihet edhe kështu. Apo do të është planifikimi top. Mund të shihet edhe kështu, edhe te pjesa e planifikimit. Një shok i jam pas ka kry fakultetin e muzikës, të ratoj punën e që aty do të më shtim punë, a pjesa tjetër ka nevojë se kam në dos letërën që aty të shtëpia. Kuadrat në teren mungojnë sa i përket këtyre lëndëve të cilat. Absolutisht, matematikë, fizik, domethënë e kështu me radhë mungojnë dhe për rrjedhoj domethënë natyrisht që është e vështirë për komunat që të mbajnë lëndë të tilla. Do të jetë sfiduese. Natyrisht do të jetë sfiduese ose do të shkohet edhe në këtë rast në rimodelimin e kurikulës arsimore që të tërhiqen këto lëndë, ose këto lëndë të kalojnë në nivel të kurseve, ose të kalojnë në nivel të azom të përgjithshëm, që gjitha shkollat ta mbajnë vetëm një lëndë me një mësimdhënës e kështu me radhë, ose do të mbyllen krejtësisht. Okej, bjen me këto ndryshime janë shumë të mëdha, domethënë se kalojnë në nivel të kurseve, duhet më rregullu me ligj këtu, sepse po është dyqysh. A dini çka është ma shqetësuese në këtë mes? Aktualisht komunave të Kosovës ju kushton 24 milion euro mbajtja këtyre mësimdhënësve. Çtyre ekstra që i kanë. Domthonë aktualisht ju kushton 24 milion euro mbajtja këtyre mësimdhënësve. Keni parasysh problemet përmbarimore me cilat po përballen komunat. Domthonë vetëm këtë vit, vetëm deri në qershor këtij viti, dhonat preliminare flasin që komunave ju kanë marrë diku 96 milion euro. 96 milion. Domethënë dhe kur t'ja bashkangjitsh edhe faktin që komunat detyrohen tash edhe pjesën e grantit përgjithshëm që mbetet të dedikojnë tek pagat, cilat nuk i mbulon granti përgjithshëm, atëherë natyrisht që po vijmë te konstatimi që komunat përballen me një lloj falimentimi funksional. Natyrisht është e kuptueshme komunat nuk mund të përballen me falimentim real, po me falimentim funksional po. Ku nuk mund të ofrojnë shërbime publike, ku nuk mund të bëjnë investime kapitale, po ku domethënë kryjnë si lloj pagesash administrative, edhe certifikatat lindjes, të cilat tash po mirën edhe ne i Kosova pa pas nevojë me shku hiç te komuna. Po çush më apo bëk këtyne 3100 këto nëse qeveria nuk a marr jep ato tabelën tjetër kur është sa kushton veç komunave. A finans, a që kjo bek? Përmitëm 2026, numri i mësimdhënësve që kanë paraqitur komunat. Numri jo, vazhdoni. Kjo është numri i mësimdhënësve. Numri ç'kjo? Ç'kjo është? Granti në arsim. Do thonë çka mi bë që 3100 veta, 3300 veta, nëse komuna nuk don me vazhdu. Do të thonë jo është në diskrecionin e komunave, a don me vazhdu, as don me vazhdu, atë ç'do. Sakt, po, është në diskrecionin e tyre. Diskrecionin e tyre. Tani, nëse çta 3300 veta, këta kanë kontratë për sa vjet, se nëse pjesa dërmuese e tyre kanë kontratë domethënë përhershme. Dhe atë ku është ashtu problemi ligjor, se ti mosh me largu nga puna, po ai shkon në gjykatë. Po saktë. Dhe e merr parat nga përmbarimi pa shku në punë fare. Sepse ti ke obligim me mbulu pjesën domethënë e kontratës së tij ose të saj. Dhe rreziku është që domethënë mund të shto kontratat të përhershme apo ç'është? Kontratat të përhershme për shkak që mbi 10 vjet do ta kesh kontratën e përhershme. Kështu e parashel ligji i punës. Domethënë mbi 10 vjet duhet ta kesh kontratën e përhershme. Madje nëse nuk gabojsh mbi 8 vjet. Mbi 8 vjet në vendin e një të punës duhet ta kesh kontratën e përhershme.
Dhe kjo obligohet edhe sektorët e tjerë, jo vetëm sektori publik. Dhe natyrisht që komunat janë para kësaj dileme. Nëse e largojnë, do të përballen me raste përmbarimore në gjykata, e nëse e mbajnë duhet ta paguajnë nga granti i përgjithshëm nëpërmjet, domethënë, përkatësisht duke cenuar ose kufizuar kapacitetin e tyre investues në shërbimet publike dhe në investimet kapitale. Okej, kemi një blok të shkurtër marketingu dhe kthehemi pas studios për të vazhduar pjesën e dytë të emisionit. Kthehemi në studio për vazhduar pjesën e dytë të intervistës me Bekim Saliu nga Instituti GAP. Bek, çtu i kemi këto donat, sa ju kushton komunave veç e veç. Në total ka 23 milion euro, po. Jo, 23 milion euro, 235 milion euro është granti i përgjithshëm. Granti i përgjithshëm. Po, granti i përgjithshëm. Do të thonë 235 milion euro janë shpenzime brenda limitit. A më i mungrit? Po, që me bëj shpjegimin edhe kështu teknikisht. Shqetësoni, në 2025. Ku e kam çdo sistem të po. Në 2025, në granti i përgjithshëm në arsim ka qenë 235 milion euro. Po flasim për vitin paraprak, vitin e kaluar. 235 milion euro ka qenë granti i përgjithshëm për gjitha komunat. Në vitin 2026, granti i përgjithshëm do të jetë 250 milion euro për këtë vit. Pra që kemi një rritje për 5 milion euro. Mirë po. 15 milion. 215 milion euro. Për 15 milion euro, ndërkaq në vitin e ardhshëm do të kemi rënje të grantit të arsimit për 5 milion euro. Dhe rënja e grantit të arsimit nuk në kupton vetëm rënjen e pagave, por rënjen edhe të investimeve kapitale, mollave, shërbimeve dhe kategorisë së shpenzimeve komunale, sepse granti i arsimit i mbulon gjitha këto. Pra i mbulon edhe pagat, e mbulon investimet kapitale të fushë arsimit, mollat dhe shërbimet të fushë arsimit dhe shpenzimet komunale, rrymen, ujit, bërlogun, telefonin e kështu me radhë, tek shkolla. Që lënë me kuptu që përveç që komunat do të kufizohen tek numri mësimdhënësve, do të kufizohen edhe tek kapaciteti financiar i përgjithshëm i tyre për të mbuluar fushën e arsimit edhe në kategori tjera. Saktë, çaja 23 milionë që është fund çetja. 23 milionë. Shuma që duhet ta mbulojnë komunat vet. Shuma që duhet ta mbulojnë komunat vet tek kategoria pagave është kjo. Domethënë 23 milion e 16.000 euro, afër 24 milion euro, pra shuma e përgjithshme që komunat duhet ta mbulojnë vet nga granti i përgjithshëm për ta mbuluar grantin e arsimit. Po saktë. Kur i sheh këto shifra që aty shumë komuna nuk kanë çka as investime kapitale. Po, jo, ka shumë komuna. Mula me thonë që dykun 24 milion euro mund të jenë dykun 15 komunat Kosovës që nuk e kanë potencialin për investime kapitale. Po flasim për komunat e vogla, natyrisht. Qartë, normalisht për komunat e vogla. Që nuk e kanë potencialin e investimeve të tilla. Pra komunat po kufizohen në kapacitetin buxhetor e financiar për të bërë investime progres në teren, por shumë faktorë. Përmbarimet, grantët, pastaj çështje tjera operative, e kështu me radhë, rritja e çmimeve, kështu me radhë, pra komunat po kufizohen e unë gjykoj, ose si profesionist mund edhe të kërkoj, që qeveria në këtë rast do duhet të shifte cilat janë metodat e format që komunat të lehtësohen në këtë mes. Po nëse tani nëse prekim arsimin, do të thonë një shtet preki arsimin dhe shëndetësinë, nuk i nevojë kurrë më shumë i po. Për me dështu si shoqëni. Nëse flasim për rënje ose me pak buxhet për komunat, qoftë për mësimdhënës, qoftë për çështje operative të tjera, të cilat hynë në atë faktin që mund të ngritet ose të bjerë cilësia e arsimit në këto komuna, do thonë tani padosh me hi në çështje politike, po kjo i bën që kjo qeveri në vend se të punonte dhe të shtonte buxhet për të ngritur cilësinë e arsimit, për të ruajtur këta nxënësa dhe numrit të cilëve po bjen drastikisht shpejt, na qeveria, cila do qoftë ajo, me veprimet e saj po e shtyn poshtë. Pas se me ndihmu me uritnal, po e shtyn poshtë. Krejt këtyre komunave që kanë probleme me siguru, që për shembull 800.000, 1 milion, 2 milion e gjys, dhe këta kam i varfnu edhe ma shumë. Këta dikun, këta e në harma, që me morë prej shpi marra hajat të ishin përbara populli kështu. Qështë është e mundshme, në një pikë ka që të rëndësishme, me u kalu kështu, unë hera e parë po e dëgjoj për juve, që është bo që kjetë, asë nuk kam folë komunat, asë nuk kam folë qeveria, asë nuk kam folë kërkush. Më thonë, unë nuk i kuptoj që është një qështë e ka që të rëndësishme, ka lënë pa debat.
Dyqyshim sheft. Ka qenë edhe habia jonja. Pra, sepse ne këto të dhona i kemi marrë nga Ministria e Financave dhe kemi konfirmuar nga komunat. Dhe kur kemi shku të komunat, kemi bisedu me udhëhecët komunal, jemi habit nga heshtja tyne për këto qeshtje. Sepse këto e në qeshtje milionshë, cilat e varfrojnë dhe e kufizojnë kapacitetin bugjetor në këtë rast komunave dhe mos reagimi tyne është i habetshëm. është i habetshëm dhe jo vetëm këtë rast. Komunat janë pasive edhe në shumë aspekte qeshtje tjera, ose në shumë raste tjera i miratojnë vendimet e nivelit nacional pa debat, pa analizë, pa vlerësim, pa kontestim e kështu me radhë. Unë e përmend ajo rastisht qendrën Kasratin, gjykoj që ka qenë njëri prej kryetarëve i cili në formë institucionale e ka ataku qeverinë e Kosovës, tek pjesa e qeverisës lokale, dhe të njëjtën kohë ka arrit me rregullu një sektor shumë të rëndësishëm për komuna, sektorin e arsimit. Sepse deri në atë kohë është menu ose është besu që vendimet për arsimin i merr qeveria e Kosovës. Mirë, po nga ajo kohë vendimet për arsimin i marrin komunat e Kosovës. Dhe komunat e Kosovës janë kompetente në këtë fushë. Po dhe veç Unë si kuptoja vëlla që dushme nejt që ka qetë një kryetari komunës cilët e shoftaj. Përveç aty në 3-4 cilët s'ka nevoj me pas shkurtime, në tjertë nuk di që shrinë në hatë. Statori vjen bek, na jena në gosht edhe sabi vjen edhe 23 ditë njerëzit dalin punë. Edhe këta i kanë qita numra jenë për qitë vjetë, apo? Po, për qitë vjetë, po. Me thonë, ata mundën me dalin punë e me thonë, s'kam punë për ty, vëlla, shkon shpejt. Sakt. Mund të vijet e kjo rrezik, përkatësisht mësimdhënës mund të ekspozohen kësaj, pajtona. Komunat janë të tregu të vëmendshme të kujdesshme këtë pikë, natyrisht duke ditur pasojën që pastaj mësimdhënës shkojnë në gjykatë dhe i marrin domethënë pagat e tyre nëpërmjet aspekteve gjyqësore përkatësisht përmbanimore, mirë po, kjo mund të Atë shqito për vika me folë kështu shkurtë dhe shqip për vika ndorë kryetarëve të komunave me largu mësimdhënë se nuk janë partive tyne. Ty si jeme neve, ty të ka qitë qeveria të ka qitë ty që jetë e pritës. Po. Shumë e ronë, Bek, me dëgju kësi kollumtimi i cili kalon pa vëmendje. Ja bojmë vëmendje aty, a duhet, as duhet mu dishka aty në kuvend Kosovës, budallakinat përditshme, cilat as vetë nuk jenë të ditë për çajnë aty zgjedhje, mrena vitit mujmë si vjetë 3 herë me shku mrena një vitin zgjedhje, ka ma pak nxënësa, ka ma pak njerëz, ka gjithë shka ma pak, më rëndësi është dikush mu bo deputet, me moni rrogë që aty edhe tjerat shkujnë e vinë. Një çështje tjetër që dojmë me fol, Bek që prapë ka të bëjmë me komunat, është rritja e pagave, e cila është bo për asambleista. Dhe thonë për para, kanë marrë shumë pak. 150 euro plus 50 euro kompenzim. 200 euro nuk ka qenë e farë interesi i asambleista me hinë garë. Dhe thonë 150 euro, tash kur në rritë rrugët, interesi u gara u bo shumë ma tëf me thonë kështu, ma e ngusht për me siguru një vend në asamblejnë komunale. Po qaja këmë pa hajrin qytetarët, ose vetë kuvendit komunale rritjes së këtyre paga, ka shtu efikasitetin, se për që ta u dasht me ushtë bo faktikisht, me rritë efikasitetin e punës të kuvendit komunale. Ne kemi analizu këto, dhe më thoni kemi marrë vetë komunat e mlaja, jo gjitha komunat, natyrisht për shkak kompleksitetit qeshtjes që kjo paraqet, dhe kemi analizu nëse dhe më thonë rritja e pagave tek kuvendet komunale, tek asamblestet është përcjellë dhe me rritjen e performancës së tyre. Për shkak që natyrisht edhe juve ju kujtohet asamblesë në vazhdimësi e kanë arsyetuar mos punën e tyre me nivelin e ulët të pagave, përkatësisht kompenzimeve që kanë pas. Për çka ne pajtohemi që kanë pas kompenzim të ulët. Dhe nuk do të ishte ai niveli kompenzimit. Çka ka ndodhur pozitive tek ligji i pagave është që i ka kategorizuar komunat në komunat e vogla, të mesme dhe të mëdha. Dhe nuk e kalon koeficientin, përkatësisht nuk e kalon shifrën e koeficientit të njëjtë të gjitha komunat. Koeficienti më i vogël është 5.8 për asamble, e më i madh është 6.6. Domethënë që është marrë njëjtë si asamblisat e Prishtinës si të Vitis për shembull. Nuk është e njëjtë, dukun dallimi mes tyre në pagë është rreth 150 euro. Domethënë nga komunat e mëdha në komunat e vogla po flas. Por një numër e asamblezëve paguhen edhe për komitetet e përhershme të cilat përfaqësohen, komitetin për politikë e financa dhe komitetin për komunitete ku paguhen 150 euro ekstra, pagës domethënë bazë që në marrin. Pra që është një
shumë relativisht e kënaqshme të hyrave që i realizojnë asamblesët, marrë parasysh vëllimin, angazhimin që e kanë, sepse një mbledhje në mujt është e obligueshme, por jo më shumë se kaq. 4 vjet pa fol kurr? Po, ka edhe raste të tilla. Dhe ne kemi analizuar nëse është rrit numri i mbledhjeve, nëse është rrit kozgjatja e mbledhjeve dhe nëse është rrit numri i vendimeve që i ka marrë kuvendi komunal. Do na obligon këto me legj është një herë shumë më mbledha? Vetë mbledhje kanë të obligueshme në vet. Pra asnjë në mujt nuk e kanë të obligueshme. Kuvendi komunal i ka të obligueshme me ligj për vetë qeverisje lokale dhe vetë mbledhje të obligueshme. Pra në gjitha komunat ndodh që mlidhen një herë në muaj. Gjatë gushtit nuk mlidhen gjatë shtatorit në fund të saj, për shkak të buxhetit edhe disa vendimeve tjera. Pra dhe pagesa është relativisht e kënaqshme. Kjo ka prodhuar dy efekte. Efekti i parë që kemi vërejt në për komuna, por që nuk e kemi pjesë të analizës, është që ka kriju një pakënaqësi tek shërbësi civil. Por shkak që shërbësi civil paguhen më pak se asamblestët, donse e marrin orar të punës nga ora 8 deri në ora 4. Kjo është efekti i parë që ka prodhuar te komunat dhe kryetarët e komunave janë shprehur shumë të, si thua, nuk po them shumë, por relativisht të mllefosur nga kjo gjendje, për shkak që ka pas shërbësi civil të cilët e kanë refuzuar kryerjen e punës mbi bazë të këtij arsyetimi. Duke thënë që ju po paguani asamblesë që vjen herë në muaj, e unë po vi 8 orë në ditët dhe në fund po marr më pak se sa në asamblesë. Por kjo është çështje e ndarë nga analiza që ne e kemi publikuar. Analiza tregon që në 7 komuna të mëdha të Kosovës, numri i mbledhjeve në vitin 2022, pra para të rrit pagat, ka qenë 81 mbledhje kanë marrë 7 komuna të mëdha të Kosovës para vitit 2021. Në vitin 2023, kur janë rritur pagat, numri i mbledhjeve ka qenë 91. Pra për 10 mbledhje më shumë. Ndërkaq, kozgjatja e mbledhjeve në vitin 2022, kozgjatja e mbledhjeve ka qenë 285 orë, në vitin 2023 ka qenë 286 orë, po për një orë më shumë. Po shritur një orë më shumë. Ndërkaq, numri i vendimeve ka rënë. Pra në vitin 2022 janë miratu 26 rregullore e 540 vendime, në vitin 2023 janë miratuar 22 rregullore e do më thonë më pak se 442 vendime. Pra ka ra numri i vendimeve, ka ra numri i rregulloreve, ka ra kozgjatja e mbledhjeve, është rritur vetëm numri i mbledhjeve për 10. Që i vjen ka ra efikasiteti i punës. Çka mund të themi ne është që rritja e pagave tek kuvendi komunale nuk është përcjell me rritjen e performancës së tyre. Pra nuk kemi një performancë spoku në këto 3 indikatorë që ne kemi analizuar dhe paraqitur në opinion. Pra jo domosdoshmërisht duhet besohet që rritja e pagave në sektorin publik përcillet edhe me performancë në politikat publike. Mirë, kjo është bo këgja e zakonshme në këtë vendin tonë. Dhe më thëmë, sa ma shumë rritën paga, qesh ma shumë rritet menja, që duken shumë të rëndësishëm ose ne për vendin ku punojmë, për fat keq. Në qytetin tjetër që lidhet me komunat është tatimin në pronë. Më thonë një hyrë vetanake me cilën këta komunat kanë pasur non-stop një debat edhe me qeverinë në raport me ato sa i lëshu paret më herët, e kanë lënë mi përdor më vonë, dhe gjithmonë ekziston një debat e kemi, po më duket një tabel do njëjtë nëse spriton. Çka po ndodh këtë pikë? Do të thonë a kanë pas një efikasitet më të madh. E para këtu apo ka vazhdon kjo betejë me qeverinë apo çfarë ndodh? Në krejt opinionin e Kosovës ekziston një bindje që tatimi në pronë është e hyra kryesore e komunave. Kjo po ndryshon. Nuk është më e hyra kryesore për komuna tatimi në pronë, po bëhet dënimet në komunikacion të policisë në rrugët lokale të komunave të cilat po e rrisin buxhetin e komunave në mënyrë të konsiderueshme, pra si e hyrë kjo kryesore. Sepse gjitha vendimet përkatësisht dëshkimet në komunikacion që i realizon policia në rrugë lokale, jo në rrugë magjistrale, jo në rrugë regionale në autostrada, por në gjitha rrugë lokale të cilat kryhen dëshkimet në komunikacion, ato hyra shkojnë te komuna. Pra komunat po e rrisin hyrat vetanake nga gjobat në komunikacion, e para e dyta nga lejet e ndërtimit. Pra këto janë dy kategori të cilat po e ndryshojnë strukturën e hyrave komunale në komunat e Kosovës. Ka komunat të Kosovës të azom që ma shumë kanë leje ndërtimi se sa tatim pronë. Mirë po, aja çka është e habitshme mendo, është që kemi një rritje të madhe të ndërtimeve në gjitha komunat e Kosovës, veç mas në komunat e mëdha të Kosovës. Mirë po, kjo nuk po manifestohet me rritje të tatimit pronë. Pra, nëse ne
komunë, si që është Prishtina, del që mrena një viti ka rritur për 10.000 njësi banesore vëllimin e ndërtimit, dhe nuk është që po i referuam sakt numri, por pe marë si shembull, nëse e ka rritur për 10.000 numrin e njësive banesore gjatë një viti, dhe te shet që ato 10.000 njësi banesore nuk janë reflektuar në tatimin e pronës, atë lën me kuptu që, në më thonë, struktura e tatimit pronë nuk është në rregull. Pra, ose komuna nuk po e bën punën e saj që dohet, për mi evidentu, regjistru dhe pastaj për mi u dërgu fatura njësive të reja banesore ose të ndërtimit, kjo është pyetja ose pikpyetja e parë, ose ekziston mundësia që tatimin pronë nuk po paguhet, domethënë nga ona e subjekteve përkatësisht e... Nuk i japin edhe të qysh bekën, kjo veç nuk është që i japin shumë rëndësi njerëzit tatimit në pronë. Domethënë pagesës në raport me tatimin në pronë. Edhe nëse... Shqyqoni, 34 milion euro, ose nëse e marrëm për shembull vitin 2025, 39 milion euro i kanë realizu gjitha komunat e Kosovës nga tatimi pronë. Ndërkaq vetëm vitin 2025, për përmbarime, komunat e Kosovës kanë paguar 126 milion euro. Pse është kjo shifër ka që vogël? Pse është ka që vogël? Kjo është realizimi, kjo është realizimi, jo borxhi total që është, jo planifikimi. Kjo është realizimi, natyrisht, po me drejtë e ngritë tju, kjo është realizimi, jo borxhi. 39 milion euro i realizojnë gjitha komunat e Kosovës nga tatimin pronë, e gjitha komunat e Kosovës të hyjave tanake gjatë një viti kanë dykon rreth 105 milion euro. Të hyjave tanake. A buxheti gjitha komunat e Kosovës gjatë një viti është rreth 900 milion euro, që lën me kuptu që 800 milion euro janë të hyra nga granti për gjithshëm, granti për arsim dhe granti për shëndetësi, prej ashtu edhe komunat cilat kanë kompetenca asimetrike si Prishtina o Biliqi. Po vëshke i bjen që një neglizhencë komunave, se nuk mund është këto ankesat në raport me qeverinë janë abnormale, jo politikisht, jo kështu, jo po mblokon qeveria, jo ministria, jo kur ty vetën jetë të bloku si as 10% të total të hyrave të komunave, nuk po më rrinë tim i bo vetë. Si menager, ty e i dëpt. Edhe në cilë është paradoksi tjetër, që simlënst, bizneset, subjekte qytetarët, po i realizojnë interesat e tyne financiare nëpërmjet përmbarimit, ndërkaq komuna që është institucion nuk po mund me shfrytëzuar të njëjtin mekanizëm për me marrë borxhet që shikon tek bizneset dhe qytetarët. Pra, kjo është neglizhencë e tyre se ata mundën se ligja... Kjo është paaftësi dhe mos seriozitet në ushtrimin e funksioneve publike. Sepse ti je obliguar me ligj me mbrojtje interesin publik të komunës ose të institucionit realisht natyrisht që rritja e borxheve që qytetarët e biznesit i kanë ndaj komunave është e madhe. Dikon në mënyrë preliminare unë mund më u tregu që janë dikon rreth 250 milion euro të cilat i kanë borxh komunave, qytetarët dhe biznesit. Rreth 250 milion euro. Ndërkaq komunat nuk po gjejnë mekanizma për të mbledhur këtë nivel borxheve. 39 milion euro, këtu janë nga tatimin pronë. Këtu nuk kupton që i kanë mbledhur gjatë atij viti. Ndërkaq so kemi tash të borxhe që janë alokuar tek pjesa të papagumve, ajo është çështje e ndarë nga kjo. Kjo bibek për shkak se kjo rroga e shtetit është e sigurt. Domethënë në 30-in punove, rroga del. Në sektorin ku performojmë na, do të me performu të mujin për me gëzu rrogën në fund të mujit, me thonë. Problemet financiare, Këta e kanë sigur që rrogat i morin bjek, edhe kryetari, edhe zyrtari kryesori financave, edhe tjetëri, se cili. Me thonë, nëse ti nuk jap, ti po gjdo ditë zotit, ti përmbarusit morin pare për shkak të vendimeve gjyqësore edhe përmbarimore, dhe ti ki letrat në dorë, nuk i qënë në gjykat, ose të përmbarusi për me marrë një drejtë cëllët takon. Sakt. Kjo, po, perspektive sakte juja, me cilën nuk pajtohen plotësisht. Mirë po... Po e kem, që pikë të funit, dhe të mbek tash përmbarimet. Me të tash e shojmë aty sa miliona euro çdo muaj ose çdo ditë komunat ballafaqohen me... Vetëm këtë vit po thëmë dhënat preliminare flasin që deri në qershor komunat i kanë paguar rreth 96 milion euro nga përmbarimi. 96 milion euro nga përmbarimi. Dhe fundi i këtij problemi nuk po shihet, është problem akut për komuna, të cilat i kanë pru komunat buzë asaj që e quajmë na falimentim funksional. Tani më nuk po realizohen pagesa përmbarimore gjyqësore vetëm për kontratat kolektive, por realizohen edhe për të azom investime kapitale, për pjesën inflacionit,
transportit, shujtave, e kështu me radhë. Pra, përvoja punës, po, me të drejtë ngritet përvoja punës. Pra, shërbysit publik, përkatësisht shërbysit civil, kanë gjetur mekanizma të përshtatshëm për të realizuar interesat dhe drejtat e tyre, sepse janë drejta të garantuara me vendime ligje përkatëse, dhe natyrisht që ata veç realizojnë drejtën e vet. Ata veç realizojnë drejtën e vet. Komuna po përballen me pasojat, natyrisht pajtohena që komunat nuk janë konsultuar për këto vendime në pjesën ndërmuese të rasteve, nuk janë konsultuar, nuk janë involvu dhe tash i bartin pasojat, mirë po që kjo duhet jetë po të thotë mësim për herave tjera. Pra, nëse kemi gabuar të kaluar me vendime e ligje përkatëse, mos gabohet në të ardhmen. Por edhe tani gabohet. Ta zonë për shembull me drejtë ngritet çështjen e përvojës punës. Ka qenë 0.5 baza vjetore, është kthy me një ligj me ligjin e pagave në 0.25 dhe gjykata kushtetuese këto e ka konsideruar jo kushtetuese dhe nga viti 2023 të gjithëve që ju kanë dalë paga tek pjesa e përvojës punës, tani nëpërmjet vendimeve gjyqësore për mbarimore po realizojnë ato. Pra, edhe tani kemi gabime të tilla, të kësaj natyre që po i kushton pushtetit lokal përkatësisht komunave. Kjo, me thonë, drejt në mbek 96 milionë e kom pas që to në intervistë para një kohë kryetarin e komunës Pezrenit, i cili është njëri prej komunave ndoshta mas shumti që është dëmtuar me kësi vendime përmbarimore. Qytetarët kanë me kërku premtimet edhe ju që i keni paraqit të kjo aty të ajo performanca kryetarëve, dalin keq masani, dalin keq sa i garanti performancës që kanë marrë për qeverisë që ka hek tash komplet. Sakt. Dhe kjo përveç që dëmton. Kjo është një rreth vicioz. Po. A dini që shkon ky rreth vicioz? Tani, komuna e ka para pa 100.000 euro për me investu, për shembull, për marrëm si shembull 100.000 euro me investu në rrugën ta zonë për shembull Murat Xhaka. Po. Dhe e ka lidh kontratën për investim në rrugën Murat Xhaka. Në ndërkohë këto 100.000 euro cilat i ka para për këtë rrugë, ja ka marrë për mbaruesi në kantën e komunës. Dhe komuna nuk mundet me realizu qëtë investim në rrugën Murat Xhaka, për cilën ka kontratë të nënshkruar. Dhe tani operator ekonomik që ka llogaritur në kryerjen e këtyre punëve dhe ka angazhuar resurse, qoftë humane, qoftë teknike, e dërgon rastin në gjykatë. Thotë kërkoj kompenzim për shkak të kontratës me të cilën e ka nënshkruar. Dhe gjykata e merr vendimin për në favor të kompanisë dhe kompania e realizon prap nëpërmjet përmbarimit pjesën e saj tek buxheti i komunës që i bën që komuna dëmtohet dy fish. Domethënë edhe nuk mund të me realizu investimin, edhe i shkojnë parat. Pra kjo po ndodh në terren. Dhe kjo është, çu më thon, sistematike, nuk është sporadike. Dhe kemi të bëjmë me një problem akut, i cili po them prap po i dërgon komunat ose po i çon komunat në buzë të falimentimit. Bekun, falenderoj shumë për kohën për të intervistë, për të ulëmtime cilat unë me thonë drejten besoj i ki po dhe i ka po dhe instituti i ka po unë i referohem shumë kanë herë dhe po jo vetë, kanë herë dhe po jo vetë. I përdori gjithmonë për shkak të saksisë të madhe që kanë dhe nisë plot herë debati në bazë të dhënave të juve. Faleminderit shumë që ishte sonte. Faleminderit juve, respekt. Shikues të nderuar, kaq kishim për sonte, bashkëdëshimi jo më nashme. Deri atëherë mirë mbeqi.